Parashikimi mujor, prill. Energjitë, vendimet dhe mundësitë për 12 shenjat. Prilli është një muaj që mbart energji ndryshimi dhe lëvizje të brendshme për shumë shenja të zodiakut. Disa do ndjejnë një shtytje për të marrë vendime që i kanë shtyrë prej kohësh, ndërsa të tjerë mund të përballen me mundësi që hapen pa pritur. Universi gjatë këtij muaji duket sikur kërkon qartësi, guxim dhe besim tek rruga personale e secilit. Në disa raste, një ide e vogël mund të bëhet fillimi i një kapitulli të ri. Ky është një muaj ku sinjalet mund të shfaqen në mënyra të ndryshme dhe ku vëmendja ndaj detajeve mund të bëjë diferencën. Dashi. Prilli mund të jetë një muaj që të shtyn të shohësh jetën me më shumë vendosmëri dhe qartësi. Energjia që të rrethon mund të bëjë të ndjesh se disa situata kërkojnë një drejtim të ri. Mund të shfaqen mundësi që lidhen me plane personale ose profesionale dhe që të bëjnë të mendosh për hapat e ardhshëm. Është një periudhë ku iniciativa dhe guximi mund të luajnë një rol të rëndësishëm. Megjithatë, universi mund të kërkojë edhe pak durim përpara se të marrësh një vendim të madh. Disa situata mund të kërkojnë reflektim përpara se të veprosh. Nëse arrin të ruash ekuilibrin mes impulsit dhe analizës, mund të shohësh rezultate shumë më të qarta. Ky muaj mund të sjellë edhe disa biseda që të bëjnë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh në vazhdim. Një ide që lind gjatë këtij muaji mund të bëhet fillimi i një rruge të re për të ardhmen. Demi. Për këtë shenjë, prilli mund të sjellë një periudhë reflektimi dhe stabiliteti të ri. Disa situata që më parë dukeshin të paqarta mund të fillojnë të marrin një formë më të kuptueshme. Energjia e këtij muaji mund të të ndihmojë të analizosh me më shumë qetësi vendimet që ke marrë më parë dhe drejtimin që dëshiron të ndjekësh në vazhdim. Mund të shfaqen edhe mundësi që lidhen me plane praktike ose financiare. Universi gjatë kësaj periudhe mund të shtyjë të vlerësosh më shumë sigurinë dhe stabilitetin. Në disa raste, një bisedë ose një informacion i papritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re është më afër se sa mendon. Është e rëndësishme të mos reagosh me nxitim dhe të marrësh kohë për të analizuar çdo situatë. Nëse vepron me maturi, ky muaj mund të sjellë një ndjenjë të re sigurie dhe drejtimi për planet e ardhshme. Binjakët. Prilli mund të jetë një muaj ku komunikimi dhe idetë e reja marrin një rol shumë të rëndësishëm në jetën tënde. Energjia që të rrethon mund të bëjë të ndjesh se disa situata po lëvizin më shpejt se sa zakonisht. Mund të shfaqen mundësi që lidhen me projekte të reja, biseda të rëndësishme ose plane që kërkojnë fleksibilitet dhe kreativitet. Universi mund të shtyjë të dëgjosh më me kujdes informacionet që arrin gjatë këtij muaji. Një ide që lind në mënyrë spontane mund të ketë potencial më të madh se sa mendon në fillim. Është një periudhë ku lidhjet dhe komunikimi mund të hapin dyert të reja. Megjithatë, është e rëndësishme të mos shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Nëse arrin të përqendrohesh në disa qëllime kryesore, mund të shohësh rezultate që të japin një ndjenjë të re progresi dhe motivimi për muajt që vijnë. Gaforia. Prilli mund të sjellë një periudhë ku emocionet dhe intuita bëhen më të forta se sa zakonisht. Universi mund të shtyjë të reflektosh mbi disa situata që kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në jetën tënde gjatë muajve të fundit. Mund të ndjesh një dëshirë për të krijuar më shumë stabilitet dhe qartësi në disa fusha të jetës. Një bisedë ose një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më mirë se cilat rrugë duhen vazhduar dhe cilat duhet të lihen pas. Energjia e këtij muaji mund të ndihmojë të dëgjosh më shumë ndjenjat e tua dhe të marrësh vendime që lidhen me mirëqenien personale. Është një kohë e mirë për të krijuar balans mes përgjegjësive dhe kohës për veten. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh me nxitim, mund të kuptosh se disa ndryshime po hapin një kapitull të ri për jetën tënde. Luani. Prilli për luanin mund të hapë një fazë ku vetbesimi dhe dëshira për të avancuar bëhen më të forta.
Disa situata që më parë dukeshin të ngadalta mund të fillojnë të lëvizin me një ritëm të ri. Ky muaj mund të sjellë mundësi për të treguar aftësitë dhe për të marrë një rol më të dukshëm në një projekt ose në një vendim të rëndësishëm. Një bisedë ose një ide që lind papritur mund të bëjë të kuptosh se një drejtim i ri është i mundur. Energjia e prillit kërkon guxim, por edhe qartësi në vendimet që merr. Nëse arrin të ruash ekuilibrin mes entuziazmit dhe maturisë, mund të shohësh rezultate shumë më të qëndrueshme. Në disa raste mund të ndjesh edhe nevojën për të rishikuar disa plane të vjetra. Një mundësi që shfaqet papritur mund të hapë një rrugë që të çon drejt një faze më të fortë dhe më të sigurt. Virgjëresha. Për Virgjëreshën, prilli mund të jetë një muaj ku qartësia dhe organizimi bëhen elementet më të rëndësishëm për të ecur përpara. Situata që më parë dukeshin të paqarta mund të fillojnë të marrin formë përmes analizës dhe reflektimit. Mund të shfaqen edhe mundësi që kërkojnë vendime të menduara mirë, sidomos në fusha që lidhen me përgjegjësitë dhe planet afatgjata. Një moment gjatë muajit mund të bëjë të kuptosh se disa detaje që më parë i kishe injoruar janë në fakt shumë të rëndësishme. Universi gjatë kësaj periudhe mund të shtyjë të rishikosh disa plane dhe të vendosësh prioritete të reja. Është një kohë e mirë për të rregulluar disa çështje praktike dhe për të krijuar një bazë më të fortë për të ardhmen. Nëse vepron me qetësi dhe logjik, mund të shohësh rezultate që sjellin stabilitet dhe një ndjenjë kontrolli mbi drejtimin e jetës. Peshorja. Balanca dhe marrëdhëniet mund të jenë në qendër të vëmendjes për peshoren gjatë këtij muaji. Prilli mund të sjellë momente ku disa situata kërkojnë më shumë diplomaci dhe qartësi në komunikim. Mund të ndodhë që një bisedë e rëndësishme të ndryshojë mënyrën si e shikon një marrëdhënie ose një bashkëpunim. Energjia e këtij muaji mund të të ndihmojë të kuptosh se cilat lidhje janë më të rëndësishme për ty dhe cilat kërkojnë një rishikim. Universi mund të shtyjë të kërkosh më shumë harmoni dhe drejtësi në vendimet që merr. Në disa raste mund të shfaqen mundësi që lidhen me bashkëpunime ose projekte të përbashkëta. Është një periudhë ku vendimet e balancuara mund të sjellin rezultate shumë pozitive. Nëse arrin të dëgjosh edhe perspektivën e të tjerëve, mund të kuptosh se disa rrugë të reja po hapen gradualisht. Akrepi. Akrepi mund të ndjejë gjatë prillit një energji transformimi që shtyn drejt ndryshimeve të brendshme dhe vendimeve të rëndësishme. Disa situata që kanë qenë në sfond për një kohë mund të dalin më qartë në sipërfaqe. Ky është një muaj ku intuita jote mund të bëhet një udhërrëfyes shumë i fortë. Një informacion, një bisedë ose një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se një drejtim i ri është i nevojshëm. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të largosh disa gjëra që nuk kanë më vend në jetën tënde dhe të hapësh hapësirë për diçka më të rëndësishme. Në fillim disa ndryshime mund të duken të vështira, por ato mund të sjellin një ndjenjë të re fuqie personale. Nëse arrin të besosh më shumë tek intuita jote, mund të shohësh se ky muaj hap një fazë shumë më të fortë për të ardhmen. Shigjetari. Shigjetari mund ta ndjejë prillin si një muaj që zgjon dëshirën për lëvizje, ide të reja dhe horizonte më të gjera. Mund të lindë një ndjenjë e fortë se disa plane kërkojnë një drejtim tjetër ose një hap më të guximshëm. Një mundësi që shfaqet gjatë këtij muaji mund të lidhet me një projekt të ri, një udhëtim ose një ndryshim në mënyrën si e shet të ardhmen. Universi mund të shtyjë të dalësh pak nga zona e zakonshme dhe të provosh diçka që më parë dukej e largët. Megjithatë, është e rëndësishme të ruash balancën mes entuziazmit dhe realizmit. Nëse arrin të analizosh mirë çdo mundësi, mund të kuptosh se disa rrugë që hapen tani kanë potencial të madh për zhvillim. Një ide që lind në mënyrë spontane gjatë këtij muaji mund të bëhet baza e një plani që të çon drejt një periudhe më të gjerë dhe më të pasur në përvoja. Britsjapi. Britsjapi gjatë prillit mund të ndjejë një energji që e shtyn të fokusohet më shumë tek qëllimet afatgjata dhe tek stabiliteti. Disa situata që lidhen me përgjegjësi ose vendime praktike mund të kërkojnë vëmendje më të madhe.
Ky muaj mund të sjellë edhe mundësi për të rishikuar disa plane që lidhen me karrierën ose me një projekt të rëndësishëm. Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se disa ndryshime janë të nevojshme për të krijuar një bazë më të fortë për të ardhmen. Universi mund të shtyjë të mendosh me qetësi dhe të analizosh çdo hap përpara se të marrësh një vendim të madh. Në disa raste, një ide që lind gjatë këtij muaji mund të bëhet një plan shumë konkret. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të ndërtosh diçka që sjell stabilitet dhe progres për një periudhë më të gjallë. Ujori. Për ujorin, prilli mund të jetë një muaj ku kreativiteti dhe idetë e reja bëhen shumë të rëndësishme. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të mendosh ndryshe për disa situata që më parë i shije në një mënyrë të vetme. Një ide që lind pa pritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re është më afër se sa mendon. Mund të shfaqen edhe biseda ose bashkëpunime që hapin një perspektivë të re për projektet që ke në mendje. Universi gjatë këtij muaji mund të nxjisë të besosh më shumë tek vizioni yt personal. Në disa raste mund të ndjesh edhe nevojën për të ndryshuar mënyrën si organizon kohën dhe energjinë. Nëse arrin të fokusohesh tek idetë që kanë më shumë potencial, mund të shohësh rezultate që të japin motivim dhe një ndjenjë të re progresi për muajt që vijnë. Peshqit. Peshqit mund ta ndjejnë prillin si një muaj ku intuita dhe ndjeshmëria bëhen shumë më të forta. Mund të ndodhë që disa situata të kuptohen më qartë përmes ndjenjave dhe reflektimit të brendshëm. Një moment gjatë këtij muaji mund të bëjë të kuptosh se një rrugë që dukej e paqartë fillon të marrë një drejtim më të qartë. Universi mund të shtyjë të dëgjosh më shumë zërin e brendshëm dhe të mos injorosh sinjalet që ndjen. Mund të shfaqen edhe mundësi që lidhen me kreativitetin, komunikimin ose me një ide që kërkon më shumë besim për t'u zhvilluar. Ky është një muaj ku reflektimi dhe qetësia mund të ndihmojnë të marrësh vendime më të mençura. Nëse arrin të ruash balancën mes emocioneve dhe logjikës, mund të kuptosh se disa ndryshime po hapin një kapitull të ri dhe shumë më të qartë për rrugën tënde. Prilli është një muaj që sjell lëvizje, reflektim dhe mundësi të reja për shumë shenja të zodiakut. Disa do ndjejnë nevojën për të marrë vendime të rëndësishme, ndërsa të tjerë mund të kuptojnë se disa rrugë të reja po hapen në mënyrë të papritur. Universi gjatë këtij muaji duket sikur kërkon më shumë qartësi, besim dhe guxim për të ndjekur drejtimin personal. Ndonjëherë një ide e vogël, një bisedë ose një moment reflektimi është ai që ndryshon rrjedhën e një periudhe të tërë. Nëse arrin të dëgjosh sinjalet që shfaqen gjatë këtij muaji, mund të kuptosh se disa mundësi janë pikërisht ajo që të duhet për të ecur përpara. Nëse dëshiron të sjell fat ky muaj, shkruaj në komente fjalën prilli. Mos harro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe parashikime nga Universi.